institucioneve ndërkombëtare, të bashkëpunimit ndërkombëtar, të koordinimit ndërkombëtar, ku të drejtat e njerëzit dhe këto vlera çojnë më shumë peshë se sa të tjera. Me zgjedhjen e Trumpit kjo periudhë ka përfunduar. Si më thonë, rizgjedhja e Trumpit e ka mbyll kaptinën e atij rendi të vjetër dhe mendoj që e ka rikthyer një fuqi amerikane edhe si prestigj, edhe si imazh, ndonë se amerikanët historikisht gjatë të shekullit janë ka ata cilët janë sjell pothuajse njëjtë. Ka një fushat, sikur asnjëherë më parë, të Beogradit e të Serbisë për t'u ofruar me administratën amerikane. Realisht e shohim Vučić teksa jep intervista për djalin e Trump, u mundua dhe të përfundoj në një aktivitet atje në villën personale të presidentit Trump, besa dhe të kontrabandohet. Çka po synon, çka po ndodh? Çka është duke ndodhur në fakt me këtë marrëdhënie, sipas këndvështrimit tuaj? Serbët kanë menduar që një administratë në udhëheqjet të Trumpit është një administratë e cila çdo gjë e bazon në lobimin politik, ku lobimi financiar mund të ndryshojnë politikën amerikane. Ne kur kemi qenë qeveri kemi pas lobista, kemi pas zyre të lobimit, kemi pagu shuma vjetore për aktivitetet të lobimit, por nuk do të thotë që përmes aktivitetet lobuse mund të ndryshojnë politikën amerikane. Politika amerikane qëndron mbi kontaktet personale. Prandaj edhe mënyra se si ai bëri përpjekje që të hynë në një takim ku nuk ishte i ftuar dhe shefja kabinetit të Trumpit vendosi që ta ndalon pjesëmarrjen e tij, tregon që politika e jashtme amerikane dhe më tutje udhëheqet prej interesave të shtetit amerikan. Ajo se çka ne duhet ta themi me qartësinë më të plotë është që unë shoh më shumë kontinuitet të Trumpit në raport me Ballkanin, se sa një politikë të re, të administratës të re, të SBA-ve në raport me... Faktë një status ku tha që do t'i kthehem marrëveshjes Kosovë-Serbi, edhe tha që disa gabime që i ka bërë administrata Biden unë do t'i rregulloj. A e keni den ku po aludon, çka po flet? Do të thotë në mandatin e parë, presidenti Trump vërtet ka arrit një marrëveshje e cila është historike në mes të Kosovës dhe Serbisë, sa i takon bashkëpunimit dhe normalizimit ekonomik dhe njohjes që ka marrë Kosova nga shteti i Izraelit. Është mendoj që arritje dhe këtu padyshim që është merit e Trumpit dhe Netanyahut. Nuk është pas ndonjë administratë tjetër që mbyll, mënyrën se si ka mbyll Trumpi me Netanyahun. Unë kam qenë disa në Izrael, por kjo ka ndodhur vetëm falë mbështetjes vetë presidentit Trump. Gjatë mandatit të parë të Trumpit, Malizi dhe Maqedonia janë ndërsuar në NATO. Po. A dim se po e tham këto, se po të isha në qeveri, unë kisha ndërtuar këtë trashëgimi. Se presidenti Trump si karakter është dikush i cili ka dëshirë ja përmend sukseset. Psikologjia e tij është psikologji e suksesit. Ai ka dëshirë me qenë anën atyre që fitojnë, që është fituesi, që çdo herë ka qenë fituesi. Dhe nëse një kryeministër, një president i Kosovës do të takohej me këta, do duhet t'ia përmendte si legacy, si trashëgimi, sukseset e mandatit të tij të parë në raport me Kosovën. Por në një rafsh të madh përmbajtësor, unë nuk kam pa ndonjë dokument të ri të administratës të re në raport me Ballkanin Perëndimor, në raport me Evropën, në raport me dialogun Kosovë-Serbi. Do të thotë më shumë shoh një vazhdimsi se sa një qasje komplet të re. Dhe jam për atë që ne ta kuptojmë drejt botën e Trumpit, ta kuptojmë drejt se si funksionon kjo administratë dhe të shtyjmë temat cilat do të shtyjmë. E dini çka është ideale për Kosovën në këtë kohë, po t'jetë një politike e jashtme e Kosovës e meqme, e thjeshtë dhe strategjike,
Çfarë është? do të mund